Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëm në shtëpinë e Big Brotherit. Kujdes, janë pamje shumë të rënda. Shihni pak. Ma gjujti brumin. Qëre, njeri ma i poshtë në botë që eksiston. Ta hapa I meriton Zarfin e zime dal nga shtëpia për t'i me ceremonie. Vjen ky dhe thot kam halle probleme, kam borxhe për të la, kam ardhur për të përmirësuar jetën. Çfarë do të përmirësosh ti shkel bukën me këmbë? Pak se po i bi qylit këtu. Po falas, u shkel. Ky është fundi. Ai s'di ka vi prime në shkretër. Ky është fundi, mor. Fundi i njerëzimit. Mori atë që i thon, mori brumin dhe e hodhin kosh, një brum, miell me ujë, e hodhin kosh. Fundi, ajo vajza që do dalin nesër. Çfar ka ndodhur? Dramat e mëdha. Pastaj Selin, mor ti pa fytyrë, çfarë bën me ushqimin? Çohet Mateo, pastaj ky është fundi i njerëzisë, luan me bukën e gojës. Hajde patetizma, hajde. Dhe çfarë? Hajde mor ta vrasim këtë Rogertin që hodhi miell me ujë brenda. Dramë e madhe. Mirë po, gjithë këta që po na e bëjnë kaq dram këtë brumin, shikojeni pak se si kanë luajtur me ushqim përpara cakove. Tamam si kopshti pa drek. Shihni pak. Miell, mame miell. Oj gres. Kujdes, miellim, kujdes. Opa me brum këtu. Makaroni bambaron. Makaronat me shtyre, surgjen, shpejt makaronat. Me ujë. Mari, ëngë në bes kokës? Bravo, Selin. Pra është një tragjedi e madhe që Rogerti ka hedh miell me ujë në kosh plerave, gjë cilën e ka bërë Shëndriti, pra mërzitemi për këtë që ka bërë Shëndriti, po për vezën moj Selin që e ka bërë bythe pulës dhe është munduar e shkreta me nxjerrat vezë, me mishë me shpirt, e ka ngrohur derisa vjen te dora jote dhe ti si pa gjë të keq ja fut malit kokës, duke u lumturuar dhe duke qeshur. A është normal kjo? A është shpërdorim ushqimi ky veprim? Pra në Big Brother është kolleta vesh gishtin dhe tjetri. Unë s'po e justifikoj për shembull Rogertin që mori brumin dhe e hodhi aty. Por nuk mundesh ti që ke hedh vezën, ke hedh ujin, ke marr brumin ja ke fut shokut fytyrës, ke marr miellin dhe ja ke hedh shokut në kokë, ke marr makaronat dhe ja ke hedh shokut tjetër në fytyrë, nuk mundeni ju, gjithë kopshti pa drek, të jeni kaq duar pastër sa të kritikoni dikë tjetër për një kaq brum, pra miell me ujë të hedhur në kosh plerave. Pra Big Brother i ka këto. Du t'jesh i pastër vetë që mundësisht dhe ta kritikosh tjetrin. Por të gjithë këta që e dramatizuan situatën, e pan që Rogerti bëri një situatë, shpiku një situatë nga hiçi dhe të gjithë u ngritën në këmbë për të kapur copza për të dalë nesër në Prime. Dhe nesër do dalin në Prime si mbrojtësit e ushqimit. Kopshti pa drek që vetë luante në fillim dhe pastaj na mbrojnë ushqimin. Pa ecë më mom, rrituni pak. Big Brother është për të rritur, për njerëz adult që luajnë si burrat. Jo hi ha.